Qeveria Giorgia Melonit po vën në jetë dekretin e miratuar më 28 mars dhe tashmë kampi i Gjadrit në Lezhë do të përdoret edhe për ndalimin e migrantëve që presin dëbimin dhe që nuk kanë më të drejtë për azil. Në bazë të këtij dekreti, burimet bën me dije se ditën e njëjtë në portin e Shëngjinit do të mrinë 2 anije me total 40 emigrantë që kanë urdhër dëbimi. Ata do të akomodohen përkohësisht në qendrën e pritjes në Gjadër, ndërkohë që ky fluks pritet të rritet, por konfirmohet se në vijim do të operohet me linjat ajrore për të sjellë emigrantët. Afati maksimal i qëndrimit në Gjadër do të jetë 18 muaj, ndërkohë që ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi ka theksuar se politikat e reja kanë ulur ndjeshëm fluksin e emigrantëve në Itali dhe se qendrat në Shqipëri janë një model efektiv menaxhimi. Pas një pauze të funksionimit të qendrave pritëse në Shëngjin dhe Gjadër, drejtuesit e tyre kanë rikontaktuar punojësit që ishin pjesë e bashkëpunimit të parë për të rifilluar punën në këto kampe, duke nisur nga dita e njëjtë. Me këtë dekret, qeveria italiane nuk ka ndryshuar destinacionin e qendrës, por synon ta përdorë edhe për ndalimin e migrantëve të paligjshëm në pritje të dëbimit. Fillimisht kjo qendër ishte menduar për mbajtjen deri në 28 ditë azilkërkuesve të shpëtuar në det nga anijet ushtarake italiane, të ardhur nga vendet e konsideruara të sigurta për t'u nënshtruar procedurave të përshpejtuara kufitare. Por tani më emigrantët e dëbuar do të mbahen në Gjadër deri në 18 muaj, derisa vendet e tyre të origjinës të pranojnë kthimin e tyre. Ndërkohë qeveria italiane është në pritje të vendimit të gjykatës së drejtësisë së BE-s për dekretin mbi vendet e sigurta.